Në një tjetë të Shkupi, au. Më falni që i rash këshu drejt, pa ata dy burat atë më kanë mësu veç drejt. Ne të nderuar, jemi shumë të lumtur që arritëm edhe marksistat të mësojmë se ka Zot. Nëse keni ndjek fushatën e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti flet për urën e Siratit. Megjithatë, duhet ta ketë qartë se para atij azapi ka një azap tjetër që do t'ja bëjnë shqiptarët me 1 qershor. Ka një tjetër azap që do të thuhet: ja BDI, ja Fazli, ja Ali Bitit e nja. Të nderuar e zonja dhe zotrin, të nderuar shqiptar, të nderuar shkupjan, ata nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm gjuajnë me gur ndaj PDSH-s, i porosisin. S'ka gjë, tema që ka fryta gjohet me gur. PDSH-a ka fryte, ka projekte konkrete për shqiptarët. Ata janë nervos dhe sot nuk dëshirojnë ta pranojnë as faktin që Partia Demokratike Shqiptare e hapi Zef Lush Markun. Atë shkollë të cilën ata për 4 vite qeverisje as pak nuk vuan as një tur. Ata thonë se Instituti për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve nuk ekzistoka. Nuk ekziston BDI-a, instituti ekziston në zemër të Shkupit. Ata të nderuar nuk pranojnë faktin që për e Shkupit dhe gjithë shqiptarët në Manastir, në Ahër, në Veles, në Prelet dhe në çdo fshat ku jetojnë shqiptarët.